Hoq, përshëndetje, babën e kam smut me kancer. A mundëm unë me falë namaz për ta? Përshëndetje, Allahu ta rujt e ta shëroft e ta përmirësot babën, nësë Allah në gjithë që ta shërojnë nga kjo smundje dhe këtë sprovë ta shënojnë veprat e ti të khejrit edhe me ta t'jafshi mëkatet. Allahumma amin. Jo, vllai dashtën nuk ban me falë ti namaz për ta. Nësa i ka vetdije dhe ka mundësi, spaku veç me kokë, me u falë ose me mendje me u falë, le ta bën një gjatë tillë. Nëse se ka asë vetdijen, atëherë nuk ka nevojë ai fare me u falë se ka fare vetdijen. Pra kjo është namazi kërkohet me pas shpirtin e me pas mendjen. Nëse ka mendje, atëherë çuj do të mundet ashtu i shtrirë, le të falet. Jepi ka pak abdesti, sipas mundësive, edhe le ta falë. Nëse s'ka vetdije dhe s'unë e falë, atëherë normal përderisa se ka vetdijen, nuk e ka obligim. Allahu e shëroft edhe përmirësoft ja Rabb. Allahu e përmirësoft, Allahu e falët, Allahu e gradoft.